Dhe fillohet mendoj që të hynë politikë. Sigurisht procesi hyrjes politik mori kohë, nuk është se erdhi direkt, sepse pastaj duhet hysh atje ku ka sens të hysh, t'je gjen veten mirë për të hyrë e kështu me radhë. Unë shkova tek Partia Social-Demokrate pasi takimi me kryetarin Doshin, Tom Doshin pra. Rastësia e solli që ta takoj, nuk është se, pra se më thëmë për tjetër gjë shkova, tjetër gjë përfundova të bëj, realisht. Dhe u binda që kishte një projekt fitues në kuptimin që ishte duke u rritur partia. Nuk ishte duke ndetur në vend ose duke shkuar për poshtë. Ishte duke u rritur. Por ama kishte nevojë edhe për kontributin tim që kjo të ndodhte, që ky proces të zhvillohej më tej. Dhe gjë tjetër që unë u binda që të shkoj dhe të futem në politikë dhe pikërisht e Partia Social-Demokrate, ishte reputacioni i Zotit Doshi si një njeri që po e tha e bëri, u tha u bë. Pra si një njeri që mban fjalën. Një reputacion që lider të tjerë në politikën shqiptare e kanë humbur me kohë dhe që është gjëja më e çmuar në politikë. Pra, të kulti i kryetarit kjo gjë. Jo, te kulti i integritetit